Përparim Roma dikur mbështetës e financues i vetëvendosjes, sot Përparim Roma konsiderohet si një nga kundërshtarët më të mëdhenj politik të lëvizjes vetëvendosje. Por nëse i shikojmë postimet e tij në Facebook në vitin 2014 dhe 2017, ne shohim që ai ishte mbështetës direkt i kësaj partie. Në muajin e vitit 2014 ai kishte shpërndar një video të Albin Kurtit ku ai bënte thirrje për votim. Kurse në nëntor në vitin 2017 ai mbështeste kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të kryeqytetit Shpend Ahmetin. Emri i Përparim Romës del edhe në mesin e financuesve të vetëvendosjes në vitin 2014 e 2017. Në vitin 2014 ai kishte financuar 978 euro për vetëvendosjen, kurse në vitin 2017 ai kishte financuar 1000 euro për këtë parti. Në një postim të fundit e Përparim Romës në Facebook, që mori shumë vëmendje, ai tha se Albin Kurti ka deficit të madh politik e personal, sepse nuk ka asnjë kontribut as në luftën çlirimtare e as në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Pyetja që shtrohet këtu është se a kishte këtë deficit personale politik Albin Kurti edhe në vitin 2014, kur Përparim Roma mbështeste atë dhe e financonte pikërisht lëvizjen vetëvendosje. Pyetja tjetër që shtrohet është se a ka të njëjtin deficit edhe Përparim Roma, pasi asaj nuk e kishte veshur uniformën e UÇK-s, edhe pse gjatë luftës në Kosovë ishte 23 vjeçar. Politikanët thuajse gjithmonë kalkulojnë në bazë të interesave dhe karrierës së tyre, si ky rast për shembull. Përparim Roma dikur e mbështeste të njëjtin Albin që sot po e kritikon. Nuk ka ndrruar asgjë. Ajo që ka ndrruar është vetëm pozita e Përparim Romës në njërin anë dhe Albin Kurtit në anën tjetër.